ashtu përpiqen që të ecin dhe të ndjekin gjurmët e tija profetike deri në ditën e fundit. Nuk ka as pak dyshim se atë që Allahu Gjelleshanuhu në rrugë të drejtë e udhëzon, nuk ka kush që e humbë, që e largon, e lajthit dhe devijon. Dhe atë që Allahu Gjelleshanuhu me të drejtën e ti, me urtësinë dhe butësinë e ti e humbë, nuk ka kush që e udhëzon. Dhe fjalët më të mira janë të Allahut, udhëzimi më i mirë është i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe veprat më të kota të këqija dhe të gabuara janë risit. Risit qëjnë në humbje, humbja qënë në zjarin e xhehenemit, Allahu të gjithëve nga i në mbroft. Dhe zër të dashur në Islam, sot do ta përfundojmë temën që e kemi filluar ma herët, lidhje me humbjen, me disfatën psiqike, me humbjen thuaj të shpresave, me nënshtrimin ndaj nefsit, humbja, disfata, ku njeri mo nuk sheh rrugdalje tjetër, dhe me ndonë se a i mori fund. Qka bën një besimtar, ma herët folën vlezër për simptomet, a ka simptome humbja psiqike. Sot një numër i madh i muslimanve janë të humbur psiqikisht, e kanë humbur lojën, luftën psiqike, i kanë humbur shpresat, është thi zemra e tire, dhe ato thuj se nuk ka kush i ndihmon tjetër. Po ne folëm edhe për shkaqet, ka vinë ato. Sot do të flasim dhe do të rumbullaksojmë. A trajtohet ajo humbja psiqike? A ka shërim në Islam? Që qoni vlezër pika numër 1. Apo shërimi i parë? Kush është shumë prej nesh, kër i goditën diçka e tillë, çka bën ai muslimani, besimtari, edhe ai bie në këtë fazë, edhe ai humbën luftën psiqike, por ma në fund ai ku shkon trokitën tek Allahu subhanahu wa taala, është forcimi i lidhjes me Allahun subhanahu wa taala. Ti kur dërzohesh, kur thu mu nuk ka kush të më ndihmon, nuk ka mu kush më jap rrugë të hajrit, puna ime mori fund, mendo dhe mos e ndjek epshin, as për shpëritjet e shejtanit, dije se ai i cili të nxjerr nga ajo situatë është Allahu subhanahu wa taala. Forcohet përsëri lidhjen me Allahun Gjelleshanu. Thot Allahu në Kur'an: "Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim." E ai i cili kapet për Allahut subhanahu wa taala, ai është i udhëzuar në rrugën e drejtë, në siratul mustaqim. Thot Allahu: "Wa man yu'min billahi yahdi qalba." E ai i cili beson Allahun, e përtrin imanin e tij, Allahu ja udhëzon zemrën e tij. Allahu ja ringjallën zemrën atij përsëri. Përsëri thot Allahu Gjelleshanu: "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Ai i cili i mbështetet Allahut, bolle ka Allahun subhanahu wa taala. Prandaj kur i humb shpresat, kur e humb luftën psiqike, dije se Allahu subhanahu wa taala të pret ti me të ndihmu, dhe kush tjetër ndihmon përveç Allahut subhanahu wa taala. E dita është, duhet vëllezër t'i njohim rregullat e Allahut subhanahu wa taala në këtë univers. Allahu ka kriju këtë univers dhe ka kriju rregulla. Rregullat e tija ai nuk i ndryshon. Shiqoni vëllezër, Allahu ka sistem këtë krijes, në këtë univers. 3 gjoja mbani mend. Allahu ato nuk i ndryshon, ato ngelin ashtu. E dita Allahu ato nuk i zavendëson, dhe Allahu ato nuk i bën favor dikujt, ato ashtu vazhdojnë. Prandaj muslimani i cili i njeh rregullat e Allahut subhanahu wa taala, ligjet e tij në këtë univers, a e din ai vështirësitë sa mirë i ballafaqon? Ai te i kalon ato, pse? Për arsye se ai ka dije. Prandaj besimtari duhet ta dinë që Allahu Gjelleshanu besimtarve ua ka dhënë fjalën që do t'ju ndihmon. Do të kalojnë në përfazat vështira, në përsprova, dhunë, tortura e kështu me radhë, por më në fund thot Allahu: "Wa kana haqqan alejna nasrul mu'minin." Ne e kemi bo hak, obligim, që besimtarët ne do t'i shpëtojmë. Por e duhet diçka tjetër vëllezër me ditë. Allahu subhanahu wa taala e çon para një shtet
pa marë parasysh, është musliman apo nuk është musliman. I ndihmon, e qënë që të vazhdojnë a i të ketë sukses, në jetë, në ekonomi, në zhvillim, në gjitha aspektet, nëse kanë drejtësinë mes veti. Nëse në një shtet vazhdon duke dominu drejtësia e drejta pa marë parasysh çka janë ato. Musliman apo jo musliman, ato kanë me ecë përpara. Por nëse edhe një shtet ku shumica janë musliman, edhe krijetari është musliman, por bëjnë pa drejtësi, ju bëjnë njerëzve pa drejtësi, i shkelin, i shtipin, Allahu nuk i ndihmon. Prandaj, vazhdon udhëheqja, vazhdojnë mirësit duke pas kufër, por nëse ka drejtësi. Ndalohen mirësit e Allahut, ndalohen sukseset, edhe nëse ka besim dhe musliman, por nëse pa drejtësia dominon, Allahu subhanahu wa ta'ala pa drejtësien nuk e ndihmon. To janë ato ligjet që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka venduar dhe duhet t'i dim. E treta, braktisja e dobësisë dhe paaftësisë. Besimtari duhet, siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, paaftësinë, dobësinë, përtacin duhet me e largu. Thot pejgamberi alayhis salam, shiqoni vëllezër, el mu'minu el qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi min el mu'mini dhaif. Besimtari që është besimtar dhe është i fort, është i guximshëm, por është i drejt, nuk bën pa drejtësi, e thot hakun, nuk frigohet, edhe është i fuqishëm, edhe është besimtar, Allahu këto e don më shumë se sa besimtarin cili është i dobët. Nuk guxon të thotë të vërtetën, ulën kokën, shun, nuk përpiqet me ndryshu gjendjen, ai është besimtar, i frigohet Allahut, falen namaz, gjitha i bën, por nuk është i fuqishëm, atë parin Allahu subhanahu wa ta'ala më shumë don. Wa fi kullin khair, thot pejgamberi alayhis salam, dhe të dik thot ka khair. Pastaj thot pejgamberi alayhis salam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Përpiqu bëni izmet. Bëni izmet. Kujdesu për atë punën e cilat sjell ti dobi. Ihris ala ma yanfa'uk. Pastaj thot pejgamberi alayhis salam, wasta'in billah, dhe mbështetju Allahut, wala ta'jaz, edhe mos trego përtaci, mos u trego i paaft. Pastaj thot, wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha, walakin qul qaddara Allahu wa ma sha'a fa'al, fa inna law taftahu 'amala ash-shaytan. Edhe thuj nëse të godjet diçka e keqe, mos thuj si kur veprojsha kështu dhe të ndodhte kështu, por thuj ka ardh urdhri Allahut, caktimi Allahut dhe ndodhi ajo që dëshiron Allahu. E nëse thuaj sikur, kjo thot Muhamedi alayhis salam çka e hap derën e shejtanit. Braktisja vëllezër ishte kjo, e kujt e dobësisë, paaftësisë. Tjetra, krenaria, mburja me këtë fe. Dhe bindja e thellë se Allahu subhanahu wa ta'ala ju ndihmon robërve të tij. Kjo është i problem të muslimanët. Shumë prej muslimanëve ju vinë turp të tregojnë që janë musliman. Ju vinë turp të tregojnë që unë i përkas këtij besimi. E Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e don këto. Nuk e don me ul kokën, nuk e don me fshehti identitetin tonë. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, qul inneni hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin. Qul, thuj, inneni hadani rabbi ila siratin mustaqim. Po unë jam ai që i cili ka udhëzuar Allahu në rrugën e drejtë. Dinan qiyaman, feja e pastërt, feja e qëndrueshëm, që nuk mund të largohen askush. Millete Ibrahime hanifa, kjo është feja Ibrahimit, i cili ka pas besim të pastër dhe tauhidin e sakt. Wa ma kana minal mushrikin, dhe nuk ka qenë Ibrahimi prej kuj, nuk ka qenë prej atyre idhujtarve. Qetra vëllezër, përhapja e frymës së shpresës. Besimtari nuk duhet me qenë pesimist. Ka ndodhë diçka, shkon të besimtari tjerë, thot hupëm ne, murën fund, s'ka mo puna jonë, mbaroj, thot pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, edhe hadithi është i sakt, e kanë nxjerrë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, nga Ebu Saidin al-Khudri, thot, kane an-nabiju sallallahu aleyhi ve sellem yaqul, yu'jibuni al-fa'lu,
yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa ma al-fa'lu ya Rasul Allah? Qal al-kalimatu at-tayyibah. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, mu më pëlqen al-fa'l. Shokët se kanë ditë këtë fjalë, çka është al-fa'l? Tha fa'l është fjala e mirë. Në momentin kur gjithë dhe i hupët shpresa, vinë thotë mos keni gajle për vëllezër. O, elhamdulillah, ka mirësi plot. Njerëzit e mirë, elhamdulillah, gjendin në për tokë. Ka njerëz popullon bujar që ndihmojnë, kujdesen e kështu me radhë. Këtë fjalë ka dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka dash gjithmonë që besimtarit përgëzone. Kur të hini dikush me xhlisin e muslimanëve thotë elhamdulillah, në mesin ton ka khajr, në mesin ton ka burra të mirë, në mesin ton ka besimtar të devotshëm, elhamdulillah. Pejgamberi alayhis salam kur i dërgonte sahabët pa marrë parasysh për çdo çështje, i dërgonte me një vend thonte bashiru wala tunfiru. Përgëzoni njerëzit dhe mos bëni që njerëzit ikin, mos i largoni njerëzit, por përgëzoni ato, bashiru wala tunfiru wa yassiru wala tu'assiru, dhe lehtësoni ju njerëzve dhe mos ja vështirësoni njerëzve fen. Kështu ka dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tjetra vëllezër, çka është përsëri me rëndësi, është numër 6, ambicjet e larta. Besimtari duhet me i pas ambicjet e larta dhe largimi nga gjërat e ulta, cilat nuk sjellin dobi. Pejgamberi alayhis salam në një hadith nga Husein ibn Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha yuhibbu ma'ali al-umur wa yakrahu safsafaha. Allahu i don gjërat e larta, Allahu i don fjalët e larta, Allahu i don punët e mdhonja dhe të ndershme, dhe nuk i don atë fjalët muhabetet e ulta. Prandaj Allahu thot në Kur'an subhanahu wa ta'ala, wa idha sami'u al-laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Salamun alaykum la nabtaghi al-jahilin. Allahu i tregon besimtarve kur ballafaqohen me atë tjerët, me gjahilat thonë shqitjoni ne kena punët tona janë të larta, ne kemi dhikër, kemi namaz, kemi lexim të Kuranit, ne thrasim rrugt të Allahut subhanahu wa taala, punët tona janë për Allahun xheleshanu, ju punët juja boni çka doni, por ne nuk mirëna me punët e kota, ne mirëna me punët e mdhonja, ato që i don Allahu subhanahu wa taala. Dhe tjetra është leximi vëllezër i sirës, biografisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A e dini kjo çfarë gjë mirë është? Për me ditë historinë e pejgamberit alayhis salam dihet se duhet me lexu. Po a dini çfarë dobi të sjellën jeta e pejgamberit alayhis salam? Ajo është vëllezër diçka shumë e madhe dhe duhet secili besimtar ta zbaton me veten e tij. Ne shumë herë jemi në disa momente me të vërtet shumë të vështira. Disa herë nuk dim si të veprojmë, nuk dim çka të flasim, nuk dim si të reagojmë, nuk dim si të sillemi. Mendojmë se mes nesh janë vetëm 10 sekunda. Nëse nuk zgjidhet problemi për 10 sekunda mur fund, e atëherë ne gabojmë, e pastaj i bina pishmonit. E kur e ndin biografinë, jetën e Muhamedit alayhis salatu wassalam, atëherë do të thuash, Muhamedi alayhis salam në këtë moment, sikur ti ishte si do të vepronte, parashtroje vetes sonde vetë çto. Edhe me gruan kur nxehesh, me prindrit pa marrë parasysh, me shoqërinë, me të afërmit, thuaj vetes tonde si do të reagonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë moment, sikur ai ishte. E ti nëse nuk e njeh profetin ton, nuk e njeh Muhamedin alayhi salatu wasalam, si do sillesh? Kush është modeli jot? Cilën e ndjek ti? Cilën e pason? Kush është shembulli jot? Allah thot: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira." Shembulli më i mirë juaj kush është, thot Allahu, i dërguari i Allahut, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është shembulli juaj më i mirë për ato i cili e don Allahun subhanahu wa taala dhe ditën e gjykimit e shpreson që ti del para Allahut xhelleshanu si besimtar dhe e përmendën Allahun xhelleshanu shumë. Të njëjtën kohë edhe mësimi, biografia e kujt, e jetës së sahabeve, shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër, shumë herë njerëzit apo muslimanët turprohen të flasin për Abu Bekrin radiallahu ta'ala anhu. Vëllezër, a dini kush është Abu Bekri? Nëse don ta dish kush është Abu Bekri shkurt, veç profetëve dhe të dërguarve të Allahut,
personi më i mirë, njeriu më i mirë në rrezullin toksor, prej Ademit alayhis salam dhe deri njeriu i fundit është Ebu Bekri. Ki është Ebu Bekri, pik. Nëse nuk din shumë për Ebu Bekrin, përveç të dërguar dhe profetëve të Allahut, krijesa më e mirë e Allahut në tokë është Ebu Bekri. Pastaj vjen Omeri, pastaj Uthmani e kështu me radhë. Nuk ka e burr më i madh se Ebu Bekri pas të dërguarve dhe profetëve të Allahut dhe pastaj Omeri. Prandaj Allahu xheleshanu thot në Kur'an: "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Nëse njerëzit pa marrë parasysh pas hin në Islam, pas vdekjes pejgamberit alayhis salam, e kështu dhe besojnë Allahun ashtu siç keni besuar ju, siç kanë besuar sahabët, atëherë jo udhëzu. E nëse jo kanë deviju, ne edhe fejen ku e pranojmë, që manifestojmë fejen e Allahut subhanahu wa taala, i ndjekim sahabët, ato të parët tonë, as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an. Ne i pasojmë ato të parët, prandaj duhet me ditë edhe biografin e atyre khulefave, Ebu Bekrit, Omerit, Othmanit, Aliut, pasar atyre tjerve 6, janë 10 përgjithësi që i ka përgëzu Allahu subhanahu wa taala me xhenet. Ne fëmijëve tonë këtë biografi duhet që mësojmë, se këto janë të parët tonë. Pastaj s'ka dyshim vëllezër, se ne edhe të populli jon kena pas burra që e kanë mbrojt vatanin me iman. E kanë mbrojt vatanin me iman. Dhe i kanë dal armikut, jo besimtarit para me iman. E kanë mbrojt vatanin për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe e kanë ditë se janë rreziku vetëm se për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kena dhe të populli jon burra besimtar të devotshëm, të sinqertëm, pa marr parasysh se e kanë njoh fen. Ne e dim vëllezër se deri gjatë populli jon ka qenë kështu, lumaj qifalet. Nuk e ka ditë populli jon se sa mëkat është me elon namazin. Ka thonë mirë është edhe nëse nuk falesh, për nëse nuk bën vepra të këqija, nuk i bën njerëzve keq, ajo këtë rregull është, ama namazi është diçka tjetër. Por ato fshesirat, thellësirat e mosfaljes së namazit populli jon nuk i ka ditë. Edhe kështu kanë shku dhe kanë vdek, por kanë qenë besimtar, kanë besu Allahun subhanahu wa taala. Elhamdulillah, bagazhi jonë është i plot me njerëz, me sahabe, me musliman të parë, por edhe me shqiptar musliman burrat vërtet që i kanë dalë armikut të Allahut para me Islam, me la ilahe illallah. E këto janë shembulli jonë. Historinë e këtive duhet t'u mësojmë edhe fëmijëve tonë. Pastaj vëllezër, tjetra çka është me rëndësi, luftimi i vetvetes, me luftu veten. Se armiku më i madh është nefsi. Prandaj thot Allahu në Kur'an: "Wa nafsin wama sawaha fa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Allahu është betu për nefsin, thot ka shputu ai i cili nefsin e tij e ka pastru, dhe ka humb dhe ka dështu ai që nefsin e tij e ka lënë të zhitur. Prandaj Allahu xhelleshanu thot: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin." Ata të cilët thot Allahu e dhan mundin e tyre në rrugën për tek ne, për me arrit të ne ata e luftun veten e tyre, e luftun nefsin, e Allah thot ne do t'i udhëzojmë ata në rrugët e tona, dhe Allahu është gjithmonë me besimtarët. Prandaj vëllezër, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'ati Allahi azza wa jall." Shikoni, mujahid ka thonë pejgamberi alayhi salam është kush? Ai i cili e lufton nefsin e tij për me arrit tek ne, për me arrit knatësinë tonë, për me u nënshtru urdhrave tonë, çka bën? E lufton nefsin. Para se me fal namazin e sabajt, me cilën do të luftosh? Me jargonin, me nefsin. Nëse nuk e mundë nefsin, se largon jargonin. Nëse nuk e mundë nefsin, nuk mundesh me uqu. Pra ne duhet ta mundish nefsin, t'i japish nefsit kao, mos qohet e ti të qohesh ta falish namazin e sabajt. Lusim Allahun xheleshanu na uzon në rrugën e drejtë. Lusim Allahun subhanahu wa taala që besimin, veprat e mira, veprat që i don ai, na i bën të dashurat tek Allahu subhanahu wa taala, dhe lusim Allahun xheleshanu që mëkatet, veprat e liga të na i bën të urrira. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.